Dashur të pranishëm, shumë të respektuar marrëdhëtar, drejtues të strukturave të Aleancës Kombëtare për Integrim në qytetin e Gostivarit, rini, forumi gruas, shumë të respektuar kolegë, këshilltar, të dashur aktivist. Sonte ju flas juve nga zemra si dikush që e beson Gostivarin dhe të ardhmen e tij. Çdo projekt i realizuar në komunë, padyshim, është dëshmi se kur Këshilli Komunal dhe kryetari i komunës bashkëpunojnë, punët ecin përpara dhe jeta e qytetarëve përmirësohet. Ky bashkëpunim nuk është vetëm politik, sigurisht është një përgjegjësi shumë e madhe. Andaj ne bashkë vlerësojmë se kjo është forca jonë që do të na mundsojë t'i kthejmë premtimet në vepra dhe nevojat e qytetarëve në projekte konkrete. Kur institucionet punojnë së bashku, fiton Gostivari. Ne punojmë për të gjithë, pa dallim etnie, feje, moshe apo gjinie. Gostivari është shtëpia jonë e përbashkët dhe zhvillimi ka kuptim vetëm kur prek çdo qytetar me unitet, besim dhe bashkëpunim. Bashkë do ta çojmë qytetin tonë përpara për një jetë më të mirë për gjithë. Në krye me kandidatin tonë për kryetar komune, doktorin Valbon Limani, i cili me urtësi, transparencë dhe guxim do të punojë çdo ditë në shërbim të qytetit dhe komunitetit. Të dashur Gostivaras, shumë të respektuar prezent. Dua edhe një herë ta shfrytëzoj këtë mundësi. T'ju falenderoj të gjithëve nga zemra për gjithë angazhimin, për kushtimin, besimin dhe rezultatin që e bonëm bashkë me 19 tetor dhe ftoj edhe një herë kësaj radhe me lutjet më të sinqerta që të gjithë bashkë me 11 janar të dalim të rrethojmë numrin 3 duke përkrahur doktorin ton, kandidatin ton për kryetar komune, Valbon Limani dhe të gjithë bashkë me 11 janar të festojmë fitoren tron të radhës. Na prit të mbara, faleminderit gjithëve për prezencën.